Zonja dhe zotëriu përshëndes, po ndiqni lajmet në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me kryetitues. Kryeministri Rama ka ritëksuar se antarësimi në Bashkimin Evropian është fokusi i mandatit të katërt. Në një intervistë për organizatorët e forumit Future Investment Initiative, ai theksoi se Shqipëria është mundësi e mirë për investitorët e huaj. Sali Berisha i kërkoi presidentit amerikan Trump të shpallë organizatë terroriste grupin shqiptar të drogës. Ai deklaroi se krimi ndikoi në zgjedhjet e 11 majit, ndërsa bëri të ditur se po përgatit dosjen me manipulime që doja dërgojë ndërkombëtarëve. Këtë mëngjes është hapur për automjete tuneli Llogaras, kalimi në të do të jetë pa pagesë deri më 15 shtator. Ky investim shkurton distancën me Bregdetin dhe pritet të japë njohov turizmit shqiptar. Nis nesër në Shqipëri stërvitja ushtarake Defender Europe 25 për Klan News, drejtues të forcave të armatosura. Bëjnë të ditur se stërvitja do të drejtohet nga komanda amerikane dhe do të zgjasë deri më 9 qershor. Media britanike Express ka cilësuar Tiranën, kryeqytetin e bukur të Evropës. Ajo thotë se metropoli shqiptar është një zgjidhje ideale për britanikët, ku sugjeron disa destinacione. Dhe ndalemi më gjërësish, kryeministri Rama thotë se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është fokusi i mandatit të katërt qeverisës. Në një intervistë për organizatorët e forumit Future Investment Initiative, ai theksoi se Shqipëria është mundësi e mirë për investitorët e huaj. Mr. Prime Minister, Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për Richard Atjes, organizatorin e forumit ekonomik ndërkombëtar që u mblodh për herë të parë në Shqipëri, menjëherë pas komunitetit politik evropian. Ajo që dua të them është se çfarë ndodhi në Tiranë ishte pa imagjinueshme deri jo shumë kohë më parë. Dua t'ju falenderoj shumë ju dhe institutin tuaj për këtë mundësi të jashtëzakonshme. Kryeministri nënvizoi potencialin e Shqipërisë si një qendër për Evropën për shkak të karakteristikave të saj gjeografike dhe kulturore, duke e krahasuar atë me një Itali të re. Unë do të preferoja një Itali të re, ku gjen mundësi, ku gjen kënaqësinë e mikpritjes, të ushqimit, por ku nuk e humbet buzëqeshjen. Ne na ka bekuar Zoti, por na ka mallkuar historia. Një mallkim ku, për të qenë sinqert, kemi patur edhe kontributin ton për shumë e shumë vite dhe shekuj. Kreu i qeverisë foli për energjinë, inovacionin dhe turizmin si sektor kyç për investime në Shqipëri. Ne kemi një vend shumë të mirë pozicionuar gjeografikisht dhe politikisht për të bërë shumë më tepër për energjinë dhe ne po e bëjmë këtë. Për momentin jemi të angazhuar në një projekt shumë të madh bashkë me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara për linjën në ujore, e cila lidh Shqipërinë me Italinë, domethënë të dy anët e Evropës përmes Adriatikut. Trajtoi sfidat e Bashkimit Evropian në procesin vendimarrës, duke theksuar nevojën për unitet për të përballuar fuqitë globale në rritje. Një nga problemet që sheh Bashkimi Evropian është vështirësia e daljes me një vendim unik, pasi ka shumë mjek për një pacient që po hahen me njëri tjetrin për të gjetur diagnozën, hahen se cili është mjekimi i duhur dhe në një farë mënyrë Bashkimi Evropian po vuan nga ky proces demokratik. Rama foli edhe për zgjedhjet në Shqipëri dhe sekretin që i garantoi një mandat të katërt. Së pari më duhet të ndaj me ju faktin që jam zënë paksa në bela me kolegët socialist, sepse kur dikush më pyeti, si ishte mundur që je socialist, ke fituar 4 mandate, i thash, dëgjo nuk dish të them, ndoshta fitoj sepse nuk jam një socialist i mirë. Ndër të tjera, tregoi se përse zgjodhi të kishte gratë në qendër të fushatës së tij. Kanuni i famshëm ka edhe anën mjaft e errët për gratë. E konsideron gruan si një prej kafshëve të shtëpisë, si bagët e tij. Kur erdhi komunizmi, flisnin për emancipim, por ajo çfarë bëri ishte që i detyroi gratë të dilnin nga shtëpia të punonin. Kur mora kryesimin e Partisë Socialiste, nisëm të vendosim kuota, të ftonim gratë dhe vajza të merrnin pjesë dhe kështu ndryshuam gjithçka. Dhe ja vlen shumë. Intervista u zhvillua dhe në rrafshin personal, teksa kryeministri tregoi se si piktura e ndihmon në punën e tij.
Unë vizatoj gjatë takimeve dhe kjo më ndihmon të ruaj një lloj ekuilibri. Besoj se më ka ndihmuar në fillime kur isha kryetar bashkie dhe nisa të lyej me ngjyra ndërtesat, sepse s'kishin para. Pastaj nga ngjyrat shkuam më tej. Përgjithsisht ka një prirje të njerëzve që thonë na duan artistë na qeverisin, por do të thosha nuk është e vërtet. Është personi, jo profesioni. Në fund të intervistës, kryeqeverisë shqiptare ndau një reflektim personal mbi ëndrrën e tij për botën, Evropën dhe Shqipërinë, i frymzuar nga vizioni i abatit të Shampierit për një bashkim të gjerë europian në paqe të përhershme. Rama tha se ëndra e tij është ndërtimi i një Evrope më të madhe, jo domosdoshmërisht të gjithë brenda bashkimit europian, por të bashkuar në vlera, paqe dhe komunitet. Sali Berisha i kërkoi presidentit amerikan Trump të shpallë organizata terroriste, grupet shqiptare të drogës. Ai deklaroi se krimi ndikoi në zgjedhjet e 11 majit, ndërsa bëri të ditur se Partia Demokratike po përgatit dosjen me manipulime që doja dërgojë ndërkombëtarëve. Pra u njoft këtu. Kryetari demokrat Berisha reagoi pas kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, drejtuar autoriteteve shqiptare për të luftuar kartelet e drogës. Berisha i bëri thirrje presidentit Trump që të shpallë kartelet shqiptare të drogës si organizata terroriste. I bëj thirrje presidentit Trump dhe qeverisë Shteteve të Bashkuara të deklaroj terroriste këto grupe shqiptare të cilat janë ndër më të rrezikshme në rajonin e Europë dhe në botë, të cilat lëvizin miliarda euro para droge dhe që i lajnë ato lirshëm pa asnjë lloj kufizimi në Shqipëri me firmen e kreut të këtyre karteleve, kreut të organizatave kriminale Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha denoncoi edhe operacionin Ura. Operacioni i fundit i quajtur Ura nxori Lakuriq si antar të kartelit më të rrezikshëm të Ballkanit dhe të Europës, që është karteli Troplin, sepse është karteli që zotron 100% portin e Durrësit. Antarë të këtij karteli janë Ergjys Agasi, Altin Dumani, Vangjush Dako, Edi Rama. Berisha akuzoi drejtsinë shqiptare për vonesë në arrestimin e antarëve të këtij grupi kriminal. E mbajti dosjen edhe 20 ditë të tjera nga data 30 prill me datën 20 maj. Sa bosi i kartelit Elvis Doçi ju dha kohë e mjaftueshme për të përmbushur misionin, për të transferuar, për të fshehur të gjitha tonelatat e tij me kokainë dhe narkoeuro, dhe tani jeton i qetë. Berisha akuzoi kryeministin Rama se po bën çdo përpjekje për të ndërhyrë raportin përfundimtar të vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve. Edi Rama nuk do mundet kurrë të diktoj as të ndryshoj raportin e tyre përkundrazi. Ne do ta pasurojmë atë raport me qindra dokumenta. Prokuroria e Përgjithshme bëri të ditur se deri më 22 maj ka pasur 107 kallëzime për krime zgjedhore. Policia gjyqësore ka pasur më shumë denoncime pastaj identitet SPAK dhe partitë politike. 107 kallëzime që lidhen me krimet zgjedhore u administruan nga të gjitha prokuroritë e rretheve në vend, nga të cilat për 47 prej tyre nisën hetimet. Prokuroria e Përgjithshme ka bërë publike të dhënat, kundër të tjera thotë se 6 prej rasteve janë referuar në SPAK. Më së shumti kallëzimet janë referuar nga policia gjyqësore, ndërsa vetëm 6 prej tyre janë bërë nga qytetarët të ndara sipas rretheve. Tirana shënon numrin më të lartë të kallëzimeve për krime zgjedhore, e ndjekur nga Dibra, Elbasani dhe Fieri. Në 16 raste hetimet u pushuan, ndërsa vijojnë verifikimet për 35 kallëzimet e tjera. Në Elbasan dhe Tiranë po hetohen 9 raste, ndërsa në Dibër dhe Fier 7.
Nga hetimet e deri tanishme, 7 persona kanë rënë në pranga të dyshuar si të përfshirë në krime zgjedhore, ndërkohë për 4 persona të tjerë ka urdhër ndalimi nga Prokuroria e Elbasanit. Këtë mëngjes është hapur për automjetet tuneli Llogaras, ai do të jetë pa pagesë deri më 15 shtator dhe nuk lejohet kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Ky investim shkurton distancën me Bregdetin dhe pritet të japë një hof turizmit. Tuneli i Llogaras, ky projekt strategjik i cili lidh Vlorën me Rivierën shqiptare, është rihapur mëngjesin e kësaj të shtune. Ky tunel do të qëndrojë i hapur pa pagesë deri në datën e 15 shtator. Tuneli me një gjatësi prej 6 km dhe lartësi 4.8 metra shkurton ndjeshëm distancën drejt jugut të vendit. Tuneli është i aksesueshëm për automjetet përjashtuar mjetet e tonazhit të rënd. Ky investim i jep një impakt mjaft pozitiv edhe turizmit në Rivierën e Jugut, gjë e cila vlerësohet edhe nga vetë qytetarët. Një investim shumë i mirë faktikisht, edhe të merrte shumë kohë Llogara, përveç se është shumë e bukur, por që është një zgjidhje më e shpejtë. Është goxha ndihmë e madhe, si për turistët, si për punëtorët. Hera e parë që kaloj kësaj rruge jam i fascinuar. Me të vërtet nga jeni ju? Dhe Kumanovës. Shpesh ta kaloj sot ta shikojmë. Është herë e parë që e viziton tunelin e Llogaras? Nuk kanë munguar as vlerësimet pozitive nga turistët e huaj, të cilët kanë përshkruar tunelin e Llogaras. Projekti është shumë i bukur dhe na pëlqeu. Jam nga Belgjika dhe kam ardhur për pushime. Shqipëria është vend i bukur. Pranë tunelit do të qëndrojë në gatishmëri 24 orë edhe shërbimi zjarfikës. Për momentin janë 4 punonjës zjarfikës që janë të domosdoshëm për ndërhyrje në momentin e parë. Në rast se ka situata të jashtëzakonshme, menjëherë përgjigjet stacioni i Vlorës me mjete dhe pajisje me personel të domosdoshëm për situata të jashtëzakonshme. Tuneli mund të përshkruhet me automjet për rreth 7 minuta, duke shmangur kështu terrenin e vështirë të aksit rrugor në zonën e Llogaras. Media britanike Express e ka cilësuar Tiranën si kryeqytetin e bukur të Evropës. Ajo thotë se metropoli shqiptar është një zgjidhje ideale për britanikët, ku sugjeron disa destinacione. Një qytet i bukur evropian është cilësuar si vendi më i lirë për britanikët për ta vizituar këtë vit. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë së bukur, është një nga opsionet më të përballueshme për pushime dhe një zgjedhje fantastike për ata që kërkojnë të eksplorojnë me buxhet të kufizuar. Kështu e nis shkrimin e saj gazeta britanike Express, e cila njëkohësisht thotë se kostoja që ofron kryeqyteti shqiptar është e ulët krahasuar me metropolet e tjera. Biletat për të hyrë në muzet kryesore variojnë nga 2.5 deri në 5 pound, ndërsa një dhomë për një natë mund ta gjesh në Airbnb me 40 pound, shkruan Express. Tirana ka gjithashtu një jetë natë të gjallë dhe turistët do të gjejnë lokale fantastike ku përgatiten koktele të ndryshme në zonën e ish-bllokut, që nuk kushtojnë më shumë se 6 ose 7 pound. Britanika Express shkruan se kur bëhet fjalë për restorantet, kryeqyteti ka shumë mundësi zgjedhjeje, që nga gatimet e mishit deri tek ato tradicionale. Për ata që duan një panoramë të bukur të Tiranës, një nga destinacionet më të mira është zona e Malit të Dajtit, ku arrihet lehtësisht me teleferik dhe atje turistët do të gjejnë një pamje fantastike të metropolit shqiptar. Gazeta britanike Express nënvizon në artikull se britanikët që vizitojnë Tiranën gjatë pranverës ose verës mund të bëjnë edhe një udhëtim një ditor në Durrës, ndërsa për ata që do të qëndrojnë disa ditë, sugjeron eksplorimin e fshatrave piktoresk në veri të vendit. Nis nesër në Shqipëri stëvitja ushtarake Defender Europe 25, drejtuesi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ka dhënë detajet rreth këtij organizimi në një intervistë për Klan News. Ju ftoj të ndiqni kronika. Prej kësaj të diel do të nisë stërvitja shumë kombëshe Defender Europe 25, e cila është një nga stërvitjet më të mëdha gjatë dekadave të fundit në kontinent. Stërvitja që do të mbahet në Shqipëri do të zgjasë deri më 9 qershor. Komanda Europiane e Shteteve të Bashkuara është në krye të këtij operacioni që synon të rrisë gatishmërinë dhe aftësinë për të vepruar në mënyrë të koordinuar ndërmjet forcave të SBA-s, NATO-s dhe vendeve partnere. Drejtori i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Brigade Ardian Lilo, tregoi për Klan News objektivat e kësaj stërvitjeje. Stërvitja që do zhvillohet për herë të tretë në vendin tonë, Defender Europe 25,
është një stërvitje në shkallë të gjerë e organizuar nga komanda e forcave të ushtrisë amerikane në Europë, US Army Europe. Në Shqipëri do të zhvillohet një nga elementet e saj më të rëndësishëm, që është stërvitja Immediate Response 25. Në objektivat kryesore që do të ketë kjo stërvitje, para do të jetë dislokueshmëria, aftësia për të lëvizur trupat nga një pikë në një pikë tjetër në kohë të shpejtë. Objektiv tjetër do të jetë të testoj kapacitetet, të certifikojë dhe të rritë gatishmërinë dhe ndërveprueshmërinë midis forcave aleate dhe vendeve partnere. Por sa do të jetë numri i trupave që do të dislokohen në vendin tonë? Stërvitja Immediate Response do të ketë 12.000 trupa nga 8 vende të ndryshme, duke përfshirë vendet rajonale dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Drejtori i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura dha më shumë detaje për vendet ku do të fokusohet kjo stërvitje. Do jetë në Zallher, ku do jetë vend komanda e brigadës shumëkombëshe shqiptare, e cila do të ketë në përbërje ushtarak amerikan, të trupat të forcës sigurisë Kosovës, pjesëtar nga Kroacia, Malizi dhe kuptohet nga forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë. Këto do të jenë të dislokuara në rajonin e Bizës, forcat, dhe në rajonin e Babaj Bokës që do jetë në Kosovë. Do të kemi një përzierje të kapaciteteve nga elementet e luftimit që do jenë grup batalioni këmbësorisë lehtë, do të kemi task force-ën e Kosovës nga FSK-ja, do të kemi element gjenier, element cyberi, do të kemi element të kapaciteteve ajrore, helikopter dhe dronë. Pritet të stimulohet mbrojtja kolektive e aleatëve, ku do të përfshihen trajnime për mbrojtjen e objekteve të rëndësishme, sigurimin e pikave të imbarkimit, operacione sulmuese dhe mbrojtëse në pikat strategjike të Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe kemi mbritur në fund të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.